Kadastra e Vlorës do të zhvendoset në Tiranë sipas urdhrit të firmosur më datë 23 janar. Ndërkohë punonjësit e kadastrës kanë vijuar kundërshtimin e tyre ndaj këtij vendimi, duke firmosur edhe një peticion, pjesë e të cilit është bërë edhe në drejtori Sokol Shehaj. Ata kanë qëndruar në ambientet e kadastrës së Vlorës në shenjë proteste, duke kërkuar rishikimin e këtij vendimi që sipas tyre cënon të drejtat e punonjësve dhe shërbimin ndaj qytetarëve të qarkut të Vlorës. Sipas njoftimeve zyrtare, me datë 31 janar, pritet të largohet baza materiale e institucionit, ndërsa 55 punonjës do të transferohen në Tiranë. Punonjësit shprehen se ky proces po zhvillohet pa transparencë dhe pa një dialog të mirëfillt me stafin. Në këtë situatë, punonjësit u bëjnë thirrje përfaqësuesve ligjor, deputetëve të qarkut të Vlorës, si dhe drejtuesit politik, që të ndërhyjnë dhe të ofrojnë mbështetje për zgjidhjen e kësaj çështje. Ata kërkojnë dialog, transparencë dhe rishikim të vendimit, me qëllim që kadastra e Vlorës të vijojë funksionin e saj në shërbim të qytetarëve të zonës.